Çdo tingull ka një fillim. Çdo këngë nis me një ëndër. Dhe çdo talent ka nevojë për dikë që të besojë që në hapat e parë. Për shumë fëmijë të Suarekës, ky udhëtim ka filluar këtu, në kursin e muzikës Arja. Përgjatë gjithë vitit, këta fëmijë kanë mësuar më shumë se sa nota dhe melodi. Kanë mësuar të besojnë në veten, të dalin para publikut dhe të shprehin emocionet përmes muzikës. Pas 8 vite me radhë, shumë fëmijë kanë hedhur këtu hapat e parë artistik. Sot, pas një tjetër koncerti të suksesshëm, flasim me njeriu që ka qenë pjesë e këtij rrugtimi që nga dita e parë, Artan Elshani. Si fillim para kursit, kemi filluar me festivalin Theranda Fest të fëmijëve. Ky ka qenë domethënë qëllimi para se me fillu me kursin e muzikës, domethënë Arja. Festivali ka qenë domethënë shtys për me fillu kursi. Si zakonisht domethënë me emocione, me lodhje pak, angazhime, po në fund ja vlen. Zakonisht krejt muni shpërblet. Fëmijët të cilët domethënë vijojnë më shumë se një vit ose disa vite, zakonisht janë fëmijë shumë më të qetë, shumë më të edukimin e kanë shumë më natyral, edhe muzika shumë i limon, domethënë në përgjithësi mirëqenjen e fëmijëve. Talenti zakonisht lind, puna është pjesë dërmuese e asaj që arrit një fëmijë. Pas çdo interpretimi qëndrojnë orë të tëra ushtrimësh. Pas çdo duartrokitje qëndron një histori e vogël suksesi. Dhe pas çdo suksesi qëndron mbështetja e familjes. Mbështetja e prindërve kryesisht e ka rolin kyç. Prindërit janë ata që shumicën e rasteve fëmijët i bojnë mos më ndërzu, me vazhdu edhe është një pikë shumë e fortë që një fëmijë me arrit. Ma shumë zakonisht krenar ndjem me çdo fëmijë edhe tani që e kam, po kur i shoh fëmijë që kanë qenë shumë të vegjël dhe janë rrit, ajo diqysh ma jep një ndjenjë shumë mire, vetëm kur i shoh dhe kur më njohin edhe kur e di sa kemi kaluar me ta, është e një vetin shumë krenar për punë. Po zakonisht tash jemi në gjysmën e vitit, realisht, muji i 6, kështu që na kena të rim në fund vitit, kemi plane dhe koncerte tjera, na paraprin shtatori, ku është festa e qytetit, festari, dhe ne mbledhemi prapë dhe organizojmë koncertin e fëmijëve, festarin e fëmijëve. Tani pastaj me koncertet e fund vitit e me radhë. Pas këtij koncerti, fëmijëve i dëshirojnë një verë shumë të mirë, pasi që ky koncert ishte koncerti veror, koncert i zakonshëm që na tash disa vite e mbajmë. Është koncert veror i cili përfundon këtu dhe vazhdon në shtator çdo gjë. Ky koncert nuk shënon vetëm fundin e një viti shkollor. Ai shënon vazhdimin e ëndrave. Por për të gjithë, kjo mbrëmje do të mbetet kujtim i një viti të mbushur me muzikë, përkushtim dhe emocione. Sepse talenti rritet kur i jepet mundësia të dëgjohet. Dhe në Arja, prej vitësh, talenti ka gjetur zërin e tij.